ti me pranu që vajzat tona do të kenë drejt nesër ta zgjedhin vetë fatin e jetës? Ndëgjoj, vajzat tona edhe të djemt kanë të drejt me zgjedh kënd të dojnë. Bili, nuk duhet ti me imponu me reqita ose me reqita. Edhe me fe po thua? Po me fe mërë burë, me fe po të kalzej. Duhet me pa aja apo e dënë, zemra e saj. Po ti si bab, edhe në si bab, duhet me këshilu edhe me mësu djalin, edhe vajzen, qysh me vepru. A o qashtu? Na me mësu, këtë djal bën, kjo vajz nuk bën. Nëse është me drogë, nëse është me ndonjë smundje, nuk bën kjo vajz babit. A i thu qashtu? Edhe në i thëmë djallit tem. Babit duhet me gjetë një vajz të mirë, që ka familjen e mirë, unë e mësoj që me baj. Por nuk i thëmë mere qëtë vajz. Qysh po mi thati mere qëtë vajz? Në të kalume ka qenë këtë shqiptartë, mos të ngatrojmë fejnë edhe shqiptartë, kalume ka qenë kështë, ta ka pru ty nusën të derat, rraka të zëtnia, baba, edhe të ka thonë që kjo është për ty, atë ka pëlqy, e ke po, as e ke po, e dëna, se dëna e pune, së kam pune jote matë. A e kuptove? Nuk duhet me imponu e gjuna, është haram. Nuk duhet mu, po me fe, me isam për zvori, nuk duhet mu martu vajza me djalin pa u taku, pa u pa, duhet me pa. Bili te imam Aliku, se janë 4 shkolla juridike në islam. Hanefi që jemi na, Hanefi, Maliki, Shafit dhe Ahmed ibn Hanbeli, te imam Aliku kanë thënë që dhe nëse shkon me këshyr vajzen, edhe nëse është me shami e mbulune, bën me pa djalin, nëse shkon seriozisht me pa. Me qëto rroba që rrin shtëpi, që rrin para babes, para vllat, që ma feja sa shumë e ka lehtësu këtë punë.